Në kuadër të javës europiane të imunizimit, në Gostivar është theksuar rëndësia e vaksinimit si një ndër shtyllat kryesore të mbrojtjes së shëndetit publik. Këtë vit fushata zhvillohet në moton "Mbrojmë gjeneratat". Mjekja Dafina Bogdanovska nga shtëpia e shëndetit bën të ditur se interesimi për vaksinim është në rritje, edhe pse numri i lindjeve ka shënuar rënje të ndjeshme gjatë viteve të fundit. Ajo theksoi se vaksinimi është një nga sukseset më të mëdha të mjekësisë moderne, duke parandaluar shumë sëmundje infektive. Sipas saj, këtë vit është rritur numri i fëmijëve të vaksinuar, ndërsa nataliteti ka rënë nga 466 lindje në vitin 2024 në 367 në vitin 2025 dhe vetëm 78 lindje në 4 muajt e parë të këtij viti. Vakцинацията е един от най-големите успеси на медицината, защото се Vaksinimi është një nga sukseset më të mëdha të mjekësisë, me të cilin janë çnjerosur sëmundjet infektive, siç janë tuberkulozi, paraliza e fëmijëve, difteria, tetanosi dhe fruthi. Ajo që vlen të theksohet është se numri i fëmijëve është zvogluar shumë. Nataliteti në komunën e Gostivarit ka rënë ndjeshëm. Vetëm t'ju tregoj shifra, në vitin 2024 kishim 466 lindje në Gostivar. Në 2025 kishim 367, ndërsa në 2026 deri me tani kemi të regjistruar 78 fëmijë. Doktoresha Bogdanovska apeloi që prindërit e fëmijëve të lindur jashtë Gostivarit të paraqiten në repartin e imunizimit për regjistrim në mënyrë që të mos humbasin vaksinat. Ajo gjithashtu njoftoi se vaksinat kundër COVID-19 nuk aplikohen më, ndërsa vaksinimi HPV tashmë ofrohet edhe për djemt. За успехот на вакцинацията би апелирала и би Për suksesin e vaksinimit do të apeloja edhe përmes ju si media, të prindrit, fëmijët e të cilëve kanë lindur jashtë Gostivarit, për shembull në Shkup, që të lajmërohen në repartin e imunizimit. Kjo sepse fëmijët të tillë na humbin nga evidenca dhe mund të humbin disa vaksina. Të gjitha vaksinat e tjera që duhet të merren me ato që shkojnë jashtë shtetit, si studentët merren në qendrën për shëndet publik. Gjithashtu që nga viti kaluar, vaksinën HPV e japim tashmë edhe për vajzat edhe për djemtë. Kjo është një përparësi e madhe, edhe pse nuk i kishim një përgjigje shumë të mirë në fillim, duhet të kuptoni se sipas të dhënave, në vende si Australia ku kjo vaksinë i jepet prej kohësh, numri i rasteve me kancer është ulur shumë. Profesionistët shëndetësor bëjnë apel për bashkëpunim të madh nga prindërit, sidomos për respektimin e kalendarit të vaksinimit. Lindita Gashi, krye infermiere në shtëpinë e shëndetit në Gostivar, u bëri thirrje prindërve të informohen dhe të kontrollojnë nëse fëmijët e tyre e kanë përfunduar vaksinimin parashkollor, veçanërisht ata që pritet të fillojnë shkollën. Vaksinimi thjesht nuk është një proces mjekësor, por një siguri shumë e rëndësishme e shëndetit e të ardhmes sonë. Ftojmë të gjithë prindërit. Ju bëjmë apel që të informohen dhe të bashkëpunojnë me ekipën tonë të vaksinimit në këshillëmorën tonë, që të vinë dhe të interesohen për shëndetin e tyre, për kalendarin e vaksinimit, sidomos apeloj prindërit të cilët kanë fëmijë të lindur 2020-s, tash çka i planifikojnë për klasë të parë, mos të presin muajin maj të vinë për një vërtetim te ne. Nuk është kryesore vërtetimi jipet, por është interesimi dhe të shohë prindëri a e ka të mbaruar kalendarin e vaksinimit parashkollor. Për shkak se klasa e parë fillon me njëherë me vaksinimin e shkollorit, me njëherë startojmë prej shtatorit, edhe atë deri në moshën 18 vjeçare fillon vaksinimi shkollor. Gjatë kësaj jave do të zhvillohen aktivitete informuese dhe kontakte direkte me prindërit, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve. Mesazhi kryesor mbetet i qartë: vaksinimi është mënyra më e sigurt për të mbrojtur jetën dhe për të garantuar një të ardhme më të shëndetshme për gjeneratat që vijnë.